pra do të vazhdojmë? Le të thëmë të shtit 2 vipa tjerë, të cilë, me bo me e di çfarë ti pasion. Edhe ka që të dhimin si kanë rënë kur sa nuk e ke din. Nga Firi, Hajri Rondo dhe aktori nga Shkodra Edmond Halili. Jemi këtu me aktorin e mirënjohur Hajri Rondo. Atëherë Hajri, kush janë raportet tuaja të jetës dhe magjia juaj e skenës? Më falë. Unë e kam pa këtë zojë, nuk e kam duket e ka, nuk e ka jonë dhe më i bajtë. Nuk ka bullë këm duket. Lutem tash se jemi të bëjë intervistë, lutem. Më falë zojë. Jemi këtu me aktoren e mirënjohur Hajri Rondo. Atëherë Hajri, kush janë raportet tuaja të jetës dhe magjia juaj e skenës? Faleminderit për ftesën. Më duket mu që ka pas cekën magjistar. Kjo ka gruja cekës të filmi. Lutem tash më ndihmoni. Thuaj, o Gjiku, kur Gjike? Më falë. Ne të flasim Gjikën e ta heqim. Të flasim të zotit të hotelit edhe tash. Prap do të çojë ai, prap do të çojë. Jo do të çojë prap, mos e dispo të dalë ja di. O Kaçi. Tani ky personi që është afër, na dy dubla na i prishin. Ne prishin dy filmin në higje tash, si do ta heqësh? Thuaj Gjik tani do si do ta heqësh. Sa filloi vajza në intervistën. Higje tash. Do ta rregullon. Po higje do të çojë prap do na i. Do ta rregullon. Cilat janë raportet tuaja të jetës dhe magjia juaj e skenës? Disa pëlqen duke artistë. Unë kam pa një film duket edhe më pëlqen shumë. E i ka zëtë? Unë kam pa në film. Falë, prap do të na. Nuk e jenë që? Jo me njërë që është qytetar i Fierit, të kaq. Nga Fieri? Po ja. Nisë. Jemi këtu me aktoren e mirënjohur Hajri Rondo. Atëherë Hajri, kush janë raportet tuaja të jetës dhe magjia juaj e skenës? Dini natë se magji nuk qërtu këtë punën e magjisë. Të lutem djali tash se s'ka lezet, të lutem. Po kjo s'ka qenë magjista, ka qenë gruaja magjistarit e cekës. Po folit. Mos bëj çeni. Të vi ai. Duket me ka lënë edhe te filmi. Si qeta zezë. Ma, që ke njerim të ka. Lutem djali tash se s'ka lezet. Po mija, bën 3 unë që me të dalë të televizor. Po jo më vaj që të ikë që kundër të. Po ti, a do me dojnë televizor? Po, ty të vitë marrë një intervistë. Dale ti. Mos e fillon. Ja njërë më duke sikur ke të bëjmë në i kamera të shetë. Aja, me Bëjmë në qëtë prapë, se dite që o ishtë tafë, o ishtë grobë. Duhet të vinë ata të heqin. Duhet është i kotë se po hajtë zua dhe edhe me në. Zua po. Ne përshjatë, fa ta heqin në të. Të rënë gjithë. Ai do të vetë gajdo qëtë prapë, mos e diskutuar të rritë. Po jesë fëtë. Po e të jasë do bia ai do të. Ja. Jemi këtu me aktoren e mirënjohur Hajri Rondo. Atëherë Hajri, kush janë raportet tuaja të skenës dhe magjia juaj e skenës? Më falë. Kjo tha, krenaria e Zeqes, kjo duket që nuk është për Zeqes. Me di se kjo të nga Delvina. Që dëmë? Që dëmë Delvina? He? Hajde. Qo? Që dëmë? Në raski më bërë, me qënë bërë. Të banë që ishë dhe kostë. Në vëpërë, dhe shkënë. Në sa ti drurit qotaj. Dhe qotë, tjere vejtë.
Vazhdo jo, vazhdo. Personazhin e kurt. Po unë thash jo. Po unë thash jo, bëj një kurth. Po kush ta ka bërë? Çuliqi. E si Ajrie, e besove, e kuptove, ma ne vazhdoj intervistën, e? Jo, e nuhata. E në hate, e? Nuhate që ishte... E nuhata dhe fillova pastaj të vetë kontrollohesha që të besha sa më pak që sharake. Edhe pastaj thash, le ta çoj deri në fund kurthin stafi realizues, ta realizoj deri në fund kurthin e viktimës e gjahu të radhës. Ta përmendja. Mos vajzat kanë ndonjë pyetje, Adelina me grupin hetues? Për çfarë mund të bëheni xheloze ju? Për burin jo njëherë. Edhe sonde është dhe një koincidencë e bukur. Ai sot ka ditëlindjen, mbush 58 vjet. Dhe këtë nga kjo salla e bukur. E përshëndes dhe uroj dhe 100 vjet të tjera jetë. Gjithashtu edhe ne, janë bindur edhe gjithë publiku, e mbështet me një duar tokitje. Atëherë Zef, kemi edhe një tjetër pyetje. A jeni vizituar ndonjëherë tek mjeku? A po, tek mjeku popullor Zeqo Pilafi. Edhe më ka dhënë këto rekomandime. Të pish lëngun e lules së mëllagës, ngjyrë lullaqe, edhe qumu shtargjeshke. Të të rionon? Ka dhe një pyetje vajza këtej nga Krau i Majt. Atëherë, a jeni moderne dhe a e ndiqni modën? A jeni moderne dhe a ndiqni modën? Aman pyetje vajzash? Në përgjithësi më pëlqen fryma moderniste, si frym, si koncept dhe njerëzit e moderuar, kurse për sa i përket lukut të jashtëm, nuk jam moderne, jam klasike, më pëlqen klasikja, sportivja dhe tradita. Jam femre traditës. Faleminderit shumë.